Klubi i futbollit Shiroka ka marrë një fitore të rëndësishme në transfert. Në kompleksin internacional të Tiranës, aty ku ishte mysafirë përballë ekipit Adriatik 2012, ndeshje e vlefshme për javën e dytë të kategorisë së dytë, që foli në favor të djemve Shkodran. Me një formacion ku krahas të huajve dominojnë futbollistët Shkodran, duke nisur nga portieri Lukaj, për të vijuar me Dibrën e Vucajn, Bebeziqin e Pekun, Lekën e Ruçin, Filipin, Dulajn, Jahajn, Hasajn dhe me dyshën e trajnerëve Tatangelo Mani, Shiroka dominoi tërësisht takimin nga minuta e parë. Një lojë me theks sulmues që u shpërblye me shënimin e 3 golave në portën kundërshtare, ndërkohë që Prapavia dhe portieri Lujkaj ruajtën të paprekur rjetën. Goli i parë për KF Shirokën erdhi në minutën e 10 me autor Kleti Dibrën, gol që do të mbyllte pjesën e parë. Edhe pse në avantazh, Shiroka nuk u tërhoq, por përkundrazi vijoi të sulmojë duke shënuar golin e qetësisë, të cilin e bën realitet Elidon Dulaj në të 72-ën minutë. Për ta mbyllur ndeshjen mendon afrikani Tarek, që me golin e shënuar në minutën e 80, vulos përfundimisht fitoren e ekipit Shirokas në shifrat 0-3. Me këtë fitore dhe 3 pikët e marra, KF Shiroka pozicionohet në vendin e 6, ndërkohë që pas 2 javësh kampionat, grupin A të kategorisë së dytë e kryeson Luzi Vogël 2008 me 2 fitore rrallazi.